si të votëshave. Zoti Sira, me pak fjalë, cili është parashikimi juaj, çfarë mund të ndodhë, çfarë mund të pritet në skenën politike të vendit pas dështimit të negociatave të djeshme në Bruksel? Cili është parashikimi juaj? Në qoftë se do dështojnë këto negociata, sepse unë nuk e besoj që do të dështojnë, sepse veç po zhvillohen formën e negociatave. Tani ndoshta janë marrëveshjet, pastaj do të vijë vendim, të cilën do të detyrohen që ta pranojnë gjithë. Sido që tjetë, kjo situatë një gjë është e sigurt. Do të përfundoj me një qeveri e cila nuk do të jetë qeveri e ekspertëve ose teknike, se si do të jetë është çështje tjetër, se nuk kemi pjesë e bisedës. Kuptohet që loja më e madhe bëhet që të përfitohet në kokë, pas parasysh këtu që po afron muaj Ramazanit, pushime verore, gjithë në mënyrë që në shtator Nikola Gruevski të jetë në pozicionin më të pëlqyeshëm. Por sa më tepër që të zgjat ky ankth dhe kjo situatë pas situatë, aq më e madhe do të jetë rënja e liderëve politik, të cilët kontribojnë që kjo situatë të zhvillohet në këtë formë. Kështu që unë ndaj bindjen që negociatat në Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të stabilizuar gjendjen këtu nuk do të pushojnë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian nuk do heqin dorë në Maqedonisë dhe qytetarët e saj. Jo, vetëm shtoj përgjigjes, përse përket dështimit të bisedimeve në Bruksel, mendoj se tani është koha ku do duhet një ndërhyrje direkte te faktorit amerikan. Ju dhe ne jemi të vetëdijshëm që çdo krizë e madhe politike, jo vetëm në botë, por në Ballkan në përgjithësi, faktor kryesor për të kalimin e këtyre krizave gjithmonë kanë qenë amerikanë dhe besoj se ky dështim në Bruksel është edhe një argument tjetër shtesë i fuqishëm se pa ndërhyrje direkte të faktorit amerikan është shumë vështirë të zgjidhet kriza politike në vend. Dhe deri tani Unioni Evropian ka pas shumë raste për ta tejkaluar këtë dhe në sipërfaqe dolën disa paraqyqime para se të fillojnë bisedat në Bruksel dhe kjo është një argument shtesë detyrimisht dhe duhet faktori amerikan të ndërhyjë që mos të eskalojë situata nga ajo që veç më e kemi.